Përshëndetje të nderuar shikues, po filloj me përmbledhjen e ngjarjeve që shënuan javën që lan pas në Gjakov. Një raportim të Piranjat bëri që Nazmi Pnishi, drejtori shkollës Pjetër Bogdani, të shkarkohej. Në raportim thuhet se drejtori kishte ngacmuar seksualisht një vajzë të mitur, duke i dërguar edhe video për ta joshur a më shumë. Nga dyqani Gjakov për këtë rast deklaruan gjatë të mërkurës se pas shkarkimit ju takon institucioneve të drejtësisë të merren me rastin. Drejtori i shkollës Pjetër Bogdani në fshatin Damjan të Gjakovës, Nazmi Pnishi, është raportuar se ka ngacmuar seksualisht një vajzë të mitur 17 vjeçare përmes rrjetit social Snapchat. Ky raportim fillimisht u bë i ditur nga emisioni Piranjat. E për këtë çështje ka folur drejtori i Drejtorisë Komunale të Arsimit në Gjakov, Hysen Brahimaj. Në cilësinë e mbikëqyrësit drejt për drejt kom kërkuar të mirën mosat me qëllim se të ruajtjes së kredibilitetit të shkollës, institucionit shkollor që është shkolla Pjetër Bogdani. Andaj kom kërkuar me urgjencë të organizohet takim nga komisioni. Sot rreth orës 10:30 afërsisht apo orës 11 më ka ardhur në email vendimi, pezullohet nga marrëdhënia punës nën punësi shërbimit publik Zotri Nazmi Pnishi deri në nxjerrjen e vendimit përfundimtar me kompensim me lartësi prej 50% të rrogës së pas. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë. Brahimaj foli edhe për viktimën e dyshuar dhe kishte një apel. Viktima e rastit në këtë video nuk dihet kush është, supozohet se është nga ana për Izraelit, nuk është nga ana e komunës së Gjakovës, apet nuk kemi në dieni nga kush është, edhe pse nga atosia, po kërkojnë as atosia, as ne si drejtoria e arsimit nuk jena në ngjarje kush është viktima. Kështu që edhe një herë i bëj apel të gjitha institucioneve arsimore, prindve të gjithëve, çdo gjë që kemi në këtë çështje rreth shkollave të më informojnë. Jemi gatshëm të përgjegjësi. Ai tutje garantoi të gjithë prindërit për sigurinë maksimale në shkollat e Gjakovës. E nga prokuroria themelore në Gjakov, na është bërë ditur që prokurori i shtetit në bashkëpunim me policinë e Kosovës janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme. A vjen marrë që fol me 17 vjeçare, i thu vetes drejtor. Në prag të zgjedhjeve, qeveria në detyre udhëhequr nga Albin Kurti ka miratuar pakon për përballje me inflacionin 2.0. Me anë të kësaj pakoje, ndahen nga 100 euro për disa kategori si studentët, pensionistët dhe punëtorët e sektorit jo publik. Qeveria në detyre e Republikës së Kosovës gjatë mbledhjes së mbajtur sot ka marrë vendim të ndajë mbështetje të menjëhershme prej 100 eurosh për fëmijët, pensionistët, studentët dhe punëtorët e sektorit privat. Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bëri të ditur se mbështetja e njëhershme për pensionistët dhe fëmijët do të ekzekutohet në fillim të javës së ardhshme, ndërsa për studentët dhe punëtorët e sektorit privat, javën e ardhshme do të hapet aplikimi. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për fëmijët. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për punonjësit e sektorit jo publik. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për studentët aktiv. Do të synojmë që pagesat e njëhershme për familjet përfituese t'i bëjmë në fillim të javës që vjen. Pra, para festës Bajramit, ashtu që secila familje të ndjehet e barabart në atë ditë feste, duke e ditur se dora e mirë e shtetit kujdeset për ta. Kurse për të punësuarit të sektorit jo publik dhe për studentët, nga Ministri i Financave jam njoftuar që nevojitet procedurë aplikimi, e cila do të hapet në javën e ardhshme. Tutje kryeministri Kurti ka njoftuar edhe për rritjen e shtesave të lehonave në 500 euro. E superlajmi që dua të ndaj sot me ju është se nga ky muaj do të rrisim shtesat për lehona. Përdrejsa me qeverisë të kaluara, shtesat për lehona ishin 0 euro. Thuaj se ky shtet nuk kishte nëna lehona, për herë të parë me qeverisjen tonë, e nisëm ato duke paguar nga 107 euro për 6 muaj me radhë për lehonat e papuna dhe 3 muaj për ato të punësuarat, mbi pagesën që tashmë e marrin sipas ligjit punës. E thamë se shtesat për lehona do t'i bëjmë aq sa do të jetë paga minimale. Shtesat e nisëm aq sa ishte paga minimale, 107 euro në muaj, pra aq sa i gjetëm pagën minimale, kurse në maj të vitit kaluar
Nga 107 euro në muaj, shtesat i rritën në 325,9 euro në muaj, aq sa i binte paga minimale neto. Pra kjo para një viti. E si vjet, pagën minimale rritën përsëri. Nga 1 janari është 425 euro në muaj, kurse nga një korriku ajo bëhet 500 euro në muaj. E njësoj si kurse vitin e kaluar, edhe në këtë maj, ne po i rrisim shtesat për lehona, ashtu si kurse që kemi premtuar. Nga 325,9 euro në muaj, në 500 euro në muaj sa paga minimale. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se së shpejti do ta lancojnë programin Super Puna për gratë, përmes së cilit do të ofrohet mbështetje për gratë, duke u paguar për 6 muaj të tjerë pagën minimale nëse ato rikthehen në tregun e punës. 27 vjet më parë në burgun e Dubravës ndodhi një masakër e madhe. Brenda burgut u vran 160 të burgosur shqiptar dhe u plagosën më shumë se 300 të tjerë. Kjo masakër është kryer prej 19 deri më 24 maj të vitit 1999. Sot bëhen 27 vjet nga njëra prej masakrave më të rënda që regjimi serb ka kryer ndaj shqiptarëve në Kosovë. Me 19 maj 1999 në burgun e Dobravës kishte nisur tmerri që do të zgjaste deri me 24 maj. Afrim Caka, i mbjetuar i masakrës së Dubravës në një nga emisionet e mediumit ton, kishte deklaruar se në atë kohë gardianët bënin garë se kush do të vriste më shumë. Ishte një kasapon e vërtet. Gardianët me snajper ka bënin gara. Do thot nuk kishte minut, sekund që së vrit ke nga një. Edhe ndërkohë për vjeni në laborator dhe për vjeni burgosën politik, sot as i ditë sa rritat jam së emrin. Tha Gjakov, tha për vjeni mërë tha se vjeni shumë, edhe të shkojmë të ati bartim ati të vrarit atje. Unë i thash valla ishim shumë për mbetën pak. So vrën 12 veta dhe plagosën 27. Do thot, e tjertë kishim plag kleta, të tjertë kishim shumë që ishim plagosë kanë dyrë prej gardianëve dhe prej këtuit. Edhe tha, në mushit marrë dhe kur në mirë. Tha, dhe këj që i burgosër, tha për shkëj luti edhe të tjertë. A i tha shumë mirë. Unë s'kisha forës mi thonë dikuj se ka mujtë aty të vëjtë, pasi aty të dali shfajtorë. Edhe nipi, arsimi dhe blerimi, thanë, maki, vërtet, thanë që ne do të shkojmë t'i dajrë këtu. Caka, duke kujtuar këtë masakër, thot se aso kohë kemi qenë mbi 900 shqiptar dhe shumë shpejt u krijuan pellgje gjaku. Në burgun e Dubravës kemi qenë 980 shqiptar, plus 21 serbë malezes. Ata serbë malezes ka qenë për krim ordinere. Nga burgu e Dubravës kemi darë 720 vetë. Nga burgu e Dubravës. Në Dubravë kanë bërë bi 260, 250 vetë. Edhe u plagosën shumë vetë dhe u vranë shumë vetë. Edhe u kryun 5 vetë mëdha gjaku. E pastaj fillum tjertë në të varponit të shpetojmë. Se cili ku do të varponit në për ato që edhe në ato momente, unë e pata rastin me Maki Begollin, Arsim Kullashin edhe Blem Kasnishin, ta ishin nga peja dhe ishin luftar të qykës. Edhe ishin dënu mbi ka 10 vjet Sicili. Edhe shku mu fote me në Kruzhin. Edhe unë isha plagos letën kom, krasim e tjerë, në gjurën e majtë. Por më kështë hi një copë e gjeljerë të holë, ato kur fut aty në zera me dore, e pastorva një farë jodi ma dhanë do shok aty dhe e lidha pak komen e kisha pak dhimje, po në krasim e tjerë e imje shumë i letë. Edhe u mbledhëm aty të organizohemi çka matutje, edhe pastaj aty thanë, është mirë që të largohemi nga burgu. Edhe u futëm në një farë salë aty, morëm një litar tash, se mi qitë litarin e shkon pak si... Doni të bënit përpjekje për të ikur? Të ratis, po. Edhe ndërkohë, erë një lajmë aty, ndigjumë që burgosi për dalin e barë. Ishte ora pas ditës 3, ora 15. Edhe dolem edhe një. Edhe aty të bo biset, se unë kisha nipin aty, tha, daj, shka ta mërmendja. Tha Shqilit vendosë për veti këtu, se afshtirë mi thonë dikuj, pasi të vitet do të mjetë shfajtorti.
Brenda mureve të atij burgu sot gjendet një pllak përkujtimore me emrat e viktimave që dëshmon për këtë masakër brutale, e dhimbshme dhe ende padrejtësi. Masakra Dubravës mbetet një nga plagët më të mëdha të popullit shqiptar. Kujtojmë se në këtë masakër brenda burgut janë vrarë 160 të burgosur shqiptar dhe janë plagosur më shumë se 300 të tjerë. Kur vetëm edhe pak ditë në ndajnë nga përfundimi i vitit shkollor 2025-2026, Inspektoriati Komunal i Arsimit në Gjakov ka intensifikuar hospitimet në shkolla. Ndrec Përleshi, inspektor, thotë se përmes vizitave në shkolla, po përpiqemi të kuptojmë më shumë se si po ecën procesi edukativo arsimor. Fundi i vitit shkollor është afruar dhe institucionet arsimore do të fillojnë zyrtarisht pushimin veror. E për inspektimet që janë kryer në këto institucione, ka folur Ndrec Përleshi nga Inspektorati i Arsimit. Nga përgatitjet për fillimin e vitit shkollor, respektimi i orarit mësimor, e tekstet mësimor si kanë përzgjedh, mandej respektimi legjislacionit që lidhet me mësimin me zgjedhje, funksionimet e këshillave drejtues, funksionimi i këshillit prindërve, funksionimi i këshillit nxënësve. Mandej kemi të bëjmë me zbatimin e kurrikul, që është një gamë gjanë kemi bërë disa inspektime. Përleshi po ashtu tregoi rreth inspektimeve që aktualisht janë duke u zhvilluar. Është duke u zhvillu vlerësimi i performancës së drejtorëve. Në Gjakov 5 drejtorë janë vlerësuar, ndërsa dhe 12 janë në proces. Kuptohet këto punë bëhet në bashkëpunim me inspektoriatet Pej, Prishtinë, Gjilan, Prizren me Mitrovic, do të thot me sektoret e tjera. Gjithashtu kemi vlerësimin e jashtëm të shkollave, që është për momentin ndër prioritetet për zbatimin e planit strategjik. Sektori i Inspektoriatit të Arsimit në Gjakov përbëhet nga 6 inspektor që edhe pse kanë filluar punën më vonë me kompetenca të plota, që nga nëntori i vitit të kaluar e deri në këtë periudhë kanë tejkaluar pritshmëritë e tyre në raport me inspektimin e institucioneve arsimore në Gjakov. Në shkollën fillore Mustafa Bakia në Gjakov ka përfunduar në një ceremoni festive rilicencimi i mësimdhënësve. Gjatë të premtës u rilicencuan edhe pjesa e mbetur, duke finalizuar suksesshëm këtë proces të rëndësishëm. Me një ceremoni mes mësimdhënësve është finalizuar sot procesi për trirjes, vazhdimit të licencës karrierore të 13 mësimdhënësve të shkollës fillore Mustafa Bakia. Me që rast ka përfunduar procesi vlerësimit të gjithë stafit të shkollës, kështu shpreh para këtij institucioni Zana Kurtishi Rudi. Sot jemi mbledhur bashkë shkolla Mustafa Bakia për të finalizuar procesin e vlerësimit mësimdhënësve të gjithë mësimdhënësve të shkollës tonë, me një ekip shumë profesional, i cili ka bërë një punë të mrekullueshme, dhe sot me ta 13 mësimdhënës ne finalizojmë rilicencimin e gjithë stafit të shkollës. Koordinatorja e cilësisë në këtë shkollë, Raimonda Kurshëmlia, u shpreh se procesi i vlerësimit të performancës së mësimdhënësve ka qenë transparent e tejet bashkëpunues. Ka qenë një proces bashkëpunues, transparent dhe kolegial. Është bazuar në ligjin e arsimit parauniversitar, si dhe në udhëzimin administrativ për vlerësimin e performancës së mësimdhënësve. Mund të them që ky proces i vlerësimit të performancës nuk ka përmbushur thjesht një kriter për licencim, mirë po na ka ndihmuar si një proces që të hetojmë ato çështje që kanë nevojë për përmirësim dhe në këtë mënyrë ngrisim cilësinë e mësimdhënie. Ndërkaq, gjatë ceremonisë, u ndan edhe mirënjohje për ekipin e vlerësimit të performancës së mësimdhënësve për përkushtimin dhe angazhimin në këtë proces. Si në shumë vende të Kosovës, edhe në Gjakov apeli për kujdes ndaj mashtrimeve kibernetike po vazhdon. Bekim Avdiaj nga njësia e hetimeve në policinë e Gjakovës bëri të ditur se së fundmi numri i mashtrimeve kibernetike është rritur. Kohëve të fundit është të shënuar rritje rasteve të mashtrimeve kibernetike në rajonin e Gjakovës, ku qytetarët po bien prej linçeve të dyshimta që u dërgohen përmes rrjeteve sociale dhe emailit.
Policia apelon për kujdes, pasi përmes këtyre mashtrimeve po keqpërdoren të dhënat personale dhe bankare të qytetarëve. Sektori jetimeve rajonale në Gjakov, kohëve të fundit ka pranuar një numër të madh të ankesave gjithsesi të denoncimeve për rastet që mbi bazën e kodit penal trajtohen si lidhje identitetit dhe pajisjes së qasjes, bazuar në linjën 336 të kodit penal të Kosovës. Fjala është për mesazhet të cilat qytetarët i pranojnë qoftë nëpërmes rrjeteve sociale apo nëpërmes emailave, dhe në momentin kur ata klikojnë linkun, ju kërkohen dhëna, të cilat dhëna ata përcjellin linkut gjithsesi të personit që qëndron prapa linkut. Dhe pastaj atëherë ato dhëna gjithsesi kode sekrete që i posedojnë, të tjerët në prapëvi i shfrytëzojnë dhe ju tërheqin mjetet. Vetëm në rajonin e Gjakovës janë raportuar rreth 20 raste, ndërsa njësitet për krime kibernetike janë duke zhvilluar hetime intensive. Është një trend i kohëve të fundit në rritje sipër, ku madje vetëm në sektorin tonë janë dikon rreth 20 raste të raportuar në nivel të drejtorisë sonë. Policia e Kosovës gjithsesi sektori i hetimeve rajonale dhe saktësisht ekipi për hetimin e veprave penale të krimeve kibernetike, në bashkëpunim edhe me nivelin e përgjithshëm të sektorin Prishtinë, po edhe me zyrën për bashkëpunim ndërkombëtar dhe prokurorin, jemi në ndjekje gjithsesi në hetimin e këtyre rasteve. Autoritetet thonë se mesazhet mashtruese vijnë si nga numrat vendor ashtu edhe nga jashtë vendit. Policia në koordinim me prokurorinë dhe zyrën për bashkëpunim ndërkombëtar po punon për identifikimin e personave që qëndrojnë prapa këtyre rasteve. Ka raste kur këto kërkesa gjithsesi aplikacione vijnë nga numrat vendor apo dhe me emra, po ka dhe që vijnë me emra apo dhe nga numrat jashtëm. Kështu që ne në koordinim edhe një herë me prokurorinë themelore në Gjakov dhe zyrën për bashkëpunim ndërkombëtar, jemi në hetim dhe trajtim të gjitha këtyre rasteve me shpresë që sa më shpejt të gjojmë zgjidhjen dhe të identifikojmë personat që qëndrojnë pra të dyshuar për kryerjen e kësaj vepre penale. Mes tjerash, Bekim Avdiaj, shefi sektorit rajonal për hetimin e drejtorinë rajonale të policisë në Gjakov, bëri edhe një apel për qytetarët që të kenë kujdes ndaj linkeve dhe mesazheve të dyshimta. Apeloj të gjithë qytetarët që kenë kujdes çdo link që pranojnë, i cili është jo link i rregullt, që nuk lidhet, po është një link i dyshuar, të raportojnë në bankë apo të raportojnë në policinë e Kosovës. Edhe tentativa e kësaj vepre është e dënueshme. Andaj ata mund të adresohen edhe në policinë e Kosovës vetëm në momentin kur pranojnë linkçet e tilla. Megjithatë, me sa kemi njohuri dhe sa kemi bashkëpunim edhe me bankat, kem kërkuar nga ata me cilën gjatë ata janë përgjigjse pjesë madhe të klientave vetë ju kanë dërguar mesazhet e tilla. Edhe një herë ju rikujtoj që të kenë kujdes të mos hapin linkçet e tilla apo mos ju përcjellin kodet të cilat përbajnë dhëna personale të individit, nga se personat e dyshuar i përdojnë këto dhëna dhe sigurisht që kryjnë mashtrim. Policia bën thirrje qytetarëve që të mos klikojnë në linkje të panjohura dhe të mos ndajnë të dhënat personale apo bankare me persona të dyshimt, pasi rastet e mashtrimeve kibernetike vazhdojnë të jenë në rritje. Rritja e çmimeve në tre ka reflektuar drejt për drejt edhe te kurbanët këtë vit, duke e quar çmimin e therrjes së një kurbani në Kosovë deri në 400 euro. Edhe Bashkësia Islame e Kosovës si vjet ka rritur çmimin për therrjen e një kurbani në Kosovë në 200 euro, sa ishte vitin e kaluar 180. Rritja e çmimeve të produkteve të ndryshme në treg ka ndikuar drejt për drejt edhe në çmimet e kurbaneve këtë vit në Kosovë. Fermerët dhe tregtarët thonë se shtritimi i ushqimit për bagti dhe kostot e tjera të mbajtjes kanë bërë që çmimet të rriten ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluara. Në prag të festës së Kurban Bajramit, çmimi i një kurbani në disa raste ka rritur deri në 400 euro, ndërsa edhe Bashkësia Islame e Kosovës këtë vit ka rritur çmimin e kurbanit nga 180 në 200 euro. Ndërkohë, në tregun e Dardanisë të Gjakov, tregtarët bëjnë të ditur se çmimet e kurbaneve kanë filluar nga 200 euro. Sipas tyre, rritja e përgjithshme e çmimeve në treg dhe vështirësitë ekonomike
ka ndikuar që edhe qytetarët ta kenë më të vështirë sigurimin e qurbanit këtë vit. Mishi i përpunuar rrit me 50% rrezikun e vdekjes për sëmundjet kardiovaskulare, por edhe të sëmundjeve tjera. Kështu ka vlerësuar doktori Gëzim Gjara. Doktori tutje ka shtuar se zgjedhja e ushqimeve të shëndetshme është shumë e rëndësishme. Ushqimi është një ndër faktorët më të rëndësishëm për një jetë të shëndetshme, andaj kujdesi që duhet kushtuar është tejet i madh. Doktor Gëzim Gjara është shprehur se sipas një studimi të Universitetit Harvard, konsumimi i mishit të përpunuar rrit me 50% rrezikun e vdekjes nga sëmundjet kardiovaskulare, duke mos lënë anash edhe rritjen e rrezikut për sëmundje tjera. Një studim i Harvardit 2024 thotë mishat e përpunuar 50% e rrisin rrezikun e vdekjes nga sëmundjet kardiovaskulare. Ato shoqërojnë në rreth 66% më të lartë edhe për sëmundjet të muskulit të zemrës, lodhja, domethënë sëmundjet e ndryshme. Ekziston rreth 55% obeziteti më i madh dhe sëmundjet degenerative. Kjo është për mishin e procesuar, domethënë. Një rrezik 29% më i lartë për kancerin kolorektal. Edhe hin mishi i procesuar hin në grupin e dytë A për shkaktimin e kancerit, që është një grup afër ose i njëjtin grup me naftën. Domethënë si me hongër mish procesuar, si naftë është e njëjtë. Tutje doktori Gjara shtoi se njeriu gjatë 70 viteve jetë shpenzon rreth 32.098 orë vetëm duke ngrënë ushqim. Rreth 32.098 orë njeriu i shpenzon gjatë 70 vjet jete vetëm me ngrënë ushqimin. Ndërsa 2 orë në ditë minimumi duhet përgatitet ushqimi. Në vendet islamike 78 deri në 86% përgatitjes së ushqimit e kryen në familje gratë. Ndërsa në vendet tjera kryhet diku rreth 56% për gratë. Kur jemi tek ushqimi, doktori Gjara shtoi se çdo ushqim i pjekur në skar është i rrezikshëm. Damet më të mëdha që janë ushqimet e hidrogenizume, karbonifikume, domethënë këto barbecue, çdo ushqim i pjekur në domethënë skar është i rrezikshëm. Sipas hulumtimeve, rëndësia e marrjes së vitaminës D është tejet e madhe, sidomos tek fëmijët ku preferohet që këtë vitamin ta marrin menjëherë pas lindjes. Udhëzimet më të reja shoqatës amerikane dhe akademisë amerikane, Akademia ka aprovuar në vitin 2008, dhe unë kam të shkruar me në ato listat e mia, fëmijët duhet me marr vitamin D menjëherë pas lindjes. Nëse janë në gjendje të mirë, dhe thith mirë, si të thith gjeun e nanës, menjëherë më ia dhon ditën e parë vitaminën D. Jo 10 ditë, 5 ditë javë që është si mas. Këto është frika që mendojnë që i shkon keq atë diçka. Tutje doktori Gjara shtoi se në vazhdimsi duhet pasur shumë kujdes në përzgjedhjen e ushqimit, sepse i njëjti siç ndikon në përmirësimin e shëndetit, nëse nuk zgjedhet me kujdes, mund të çojë edhe në diagnostikim me sëmundje të rënda. Gjatë të enjtes me një ngjarje në mes njerëzve të kulturës, krijuesja Valbona Çela ka promovuar librin e saj Zemra që nuk u dorëzua. Kjo prurje e re në letërsi flet për fatin e një familjeje kosovare për të sfiduar kohët plot ankth. Sot në hapësirat e bibliotekës Ibrahim Rugova u promovua libri Zemra që nuk u dorëzua me autore Valbona Çela. Ky libër sjell një rrëfim të fuqishëm dhe emocional mbi jetën, sfidat dhe çndresën e një familjeje përballë vështirësive të shumta të jetës. Redaktoria letrare e librit, profesoresha Migena Arllati, u shpreh se ky libër pasqyron rrëfimin e një gruaje, e cila sfidat e përditshme i përballon me guxim e dashuri. Rrëfimi tregon historinë e një gruaje që me guxim, me përkushtim, ndërton një jetesë të re për veten dhe për familjen, duke përballur kështu sfidat e përditshme me dashuri, me shumë vendosmëri. Nga momentet e gëzimit dhe lumturisë, si për shembull lindja e fëmijëve, ndërtimi i shtëpisë së re deri tek dhimbjet e ndarjes, padrejtësitë nga frika dhe lufta, ngjarja shpalos jetën në të gjitha nuancat e saj. Lexuesi këtu në këtë vëllim ndjek transformimin e personazheve.
sakrificat dhe punët e pafundme të gruas, përgjegjësitë ndaj familjes, lodhjet dhe dhimbjet e heshtura, po edhe përpjekjet e bashkëshortit të saj për ta mbrojtur gruan dhe familjen dhe për të siguruar një të ardhme më të mirë. Kryetari i klubit letrar Gjon Nikol Kazazi, Muharrem Kurti, u shpreh se është kënaqësi të kemi një autore grua, e cila ka personazhe të gjinisë femrore. Sapo përballa me librin, është një guzim dhe është një kënaqësi për ne që kemi një autore femër që ka një personazhe femër. Kjo është jashtëzakonisht e mirë. I kemi personazhet, shiko, kam lexuar një roman, një autor i bukur të shquar dhe s'kam gjetë personazhin femër. Nuk figuron fare femra, sikur se ekzistojnë nonat, sikur se ekzistojnë motrat, sikur nuk ekzistojnë bashkëshortet, që është gjysma e shoqërisë tonë dhe nëse ne shquhemi dhe lavdrohemi për diçka të tillë, nëse jemi këtu ne me disa vlera, janë meritë dhe në anën tona. Autorja e librit, Valbona Qela, në fjalën e saj tha se libri, duke qenë dëshire kahmotshme, përshkruan shumë etapa jetësore që kalon një femër. Me njëherë pas luftës, dëshirat e mia të flakta ishin dy: të pikturoj dhe të bëj një libër, një roman. Ato më thonë ishin si përfaqësore, se nuk mendoja që vje koha më të vërtet që këto t'i realizoj. Po ja që erdhi koha dur dhe sot na jemi mbledh për këtë botim të librit. Botimi libri është i ndamë si në disa etapa, ku përshkruhet femëria e hershme e një vajze, adoleshenca e saj dhe dashuria fillestare, pastaj shkollimi, martesa, jeta me familjarët e burrit, si dhe lufta, përjetimi i luftës. I frymëzuar nga një histori e vërtet dhe i shkruar me një gjuhë të sinqert e të ndjerë, libri u vlerësua te mase nga të pranishmit. Të përgëzoj edhe të uroj gjithashtu krijimtari të bujshme. Ndoqët për mbledhjen me disa prej ngjarjeve që shënuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.